Kemi kolegen ton, Afërdita Duraku. Afërdita, tash sot do të flasim vetëm për prodhimet tona bujqësore, folem për gjithatë se çfarë ka ndodhur nga dje, ato që janë dëmtuar, kemi këto në zonën e Prishtinës që sot po shesin në tregun mobil. Mund të na japësh më shumë detaje nga sheshi ku ndodhesh aktualisht? Gili, pra unë jam me drejtoreshën e bujqësisë së komunës së Prishtinës, Jeta Rafuna, ku do të flasim pra edhe me këtë zyrtare të komunës së Prishtinës për bujqësinë, por në komunën e Prishtinës, ndërsa prapa kemi shumë fermerë të cilat kanë sjellur prodhimet e tyre këtu në sheshin Zahir Pajaziti përmes tregut mobil. Por megjithatë ne do ta zhvillojmë bisedën me drejtoresha Rafuna. Pra po i nisim dje kishte dame në nivel vendi, ishin dame të mëdhaja në komunën e Prishtinës. Pati dame në bujqësi apo jo? Padyshim që dhe në komunën e Prishtinës, jo në masë se si ka pasur edhe në komunat e tjera, ka pasur dame, mirë po tani më zyrtarët dhe komisionet kanë dalë në teren për të parë gjendje nga afër, edhe më vonë do të jemi të informuar më detajisht për ditën e djeshme. Sigurisht, po t'ishin dame të mëdhaja, do t'i kishit informacionet dhe mbas edhe do t'ishit në teren, nuk do t'ishit sot këtu me mua në sheshin Zahir Pajaziti për t'i parë gjithë fermerët e fermerët me prodhimet e tyre vendore përmes tregut mobil. Padyshim, tregu mobil është një ndër projektet tona të drejtorisë së bujqësisë, e mbështetur nga drejtoria jonë dhe nga kryetari Rama. Mendoj që është një projekt shumë i qelluar, një projekt i cili një treg që do të jetë 3 herë në javë në 3 sheshe të kryeqytetit, një treg ku do t'i afroj prodhuesit vendor me qytetarët, ku prodhuesit vendor, bujqit dhe artizanët do t'i promovojnë dhe do t'i shesin produktet e tyre, ndërsa qytetarët do të blejnë produkte bio, produkte produktive dhe të shëndetshme për vete. Ndërsa dje ishte edhe tregu me rrota që nisi prej Prishtinës, pra një projekt tjetër gjithashtu në mbështetje të prodhuesve tanë, fermerëve, të bujqëve. Edhe ajo një nismë tjetër e mirë, sigurisht në bashkëpunim edhe me komunën e Prishtinës, siç është edhe me 7 komunat e tjera. Po, jashtëzakonisht ishte dje një ditë e lezetshme, e bukur të po tregun me rrota që do të niset nga Prishtina dhe do të vazhdojnë për qendat e tjera. Është organizuar nga PPECO, ishim të ftuar ne bashkë me kryetarin Rama dhe mendoj që do të jetë një nismë shumë e mirë dhe mbështetje e madhe për prodhuesit tonë vendor. Ndërsa drejtoresht ju kthehemi gjërave esenciale sa i përket edhe kësaj verës. Komuna e Prishtinës, sa sipërfaqe dhe cilat kultura bujqësore i subvencionon, i mbështet fermerët, pra sa fermerët e komunës së Prishtinës çfarë mbështetje kanë nga komuna? Tani më janë dikun të mbjellura afër 2000 hektar, grur, misër, patate, speca, domate e të tjera. Komuna e Prishtinës i subvencionon dhe i mbështet fermerët në masë jashtëzakonisht të madhe. Kemi dhe pagesa direkte për blegtarët dhe për bletarët. Dhe po ashtu kemi subvencione ashtu si ndajmë çdo vit, sera dhe mekanizëm bujqësor, ku shumë fermerë përfitojnë nga ana e komunës së Prishtinës. Po ashtu kemi tani më të prit një thirrje për aplikim, do të fillojmë me diçka të re, me diçka që nuk ka ndodhur në Kosovë, do të fillojmë me sera smart, me 5 dhe me 10 are, një sera inovative, mekanizëm të vetën, ku do t'ja lehtësoj fermerëve shumë punën dhe produktet do të jenë ende më të mira. Kush gëzon më shumë mbështetje nga komuna e Prishtinës, fermerët apo fermerët? Në pojën tem, natyrisht, pak më shumë pika gëzojnë gratë fermere. Dhe mendoj që kjo është një nismë jashtëzakonisht e madhe, sepse nëse një gru aplikon për subvencion në emër të vet në komunën e Prishtinës, patjetër do të ketë fletën poseduese në emër të vet. Edhe kjo është e mirë edhe në përgjithësi për gratë, sepse sa më shumë gratë të kenë pronat të veta, je sa më shumë një shoqëri e avancuar dhe e zhvilluar. Ndërsa në tregun mobil kemi më shumë gra apo burra të cilët pra shesin prodhimet e tyre në këto 3 lokacione në kryeqytet që sigurisht tashmë janë bërë vite që tregu mobil funksionon.
Prej 35 fermerëve bujqësor dhe 16 artizanëve, 80% dikon janë gra, dhe kjo është një lajm shumë i mirë, sepse jemi t'u jep mbështetje dhe prioritet grave, sa thashtë ma herët, sa ma shumë që mbështeten gratë, mbështetet familja kosovare në përgjithësi, dhe këto nisma vetëm do të dyfishojmë e trefishojmë dhe me 2027 do të rrisim buxhetin për fermerët dhe do të ketë edhe investime të tjera kapitale në kuadër të drejtorisë së bujqësisë. Njëra ndërto është edhe ndërtimi i thertorës që po presim që ditët në vijim të fillojmë punimet për një objekt i cili mendoj që do jetë objekti më i madh. Kemi pak konsiderat, mos rrezikojmë. Sigurisht janë duke sjellur prodhime dhe po kalojnë automjetet. Po tash është vera, sheshi është i gjallë dhe sa më shumë gjallëni në kryeqytet, Prishtina përtej. Ndërsa përmenet që gratë pra janë në numër më të madh që janë sot në tregun mobil, por edhe që i mbështesni. Kjo do të thotë që vetëm se kanë punësuar vetën apo kanë mundësuar lirin financiare të tyre, janë edhe gratë të cilat punësojnë gra ose 33 të tjerë. Pra është një mundësi e mire e punësimit në ato fshatra ku ato veprojnë. Po, natyrisht, të dalë në teren, përshohëm firma, përshohëm sera, përshohëm kompani, të cilat kanë punësu shumë gra, edhe mendoj që aty ku punon gruaja, puna është halo më e mirë, mos të me dhonë burrat, po mendoj që po. Dur të arta i kanë fajtohem. Tani veç me shkumi po edhe punimet artizanale, definitivisht edhe disa gjëna që janë, ndoshta që na kujtojnë e gjyshet tona, nana tona, edhe pse jo edhe gjëna tradicionale që edhe të rritë të reja cët me po punën edhe djersën e gjysheve nanave tona, tani mo edhe në këto rrethana të reja cët. Sigurisht që Berati do të na shoqëronte edhe me pamjen nga afër, por me që kemi kamerën statike do ta ketë pak ma problem. Megjithatë, gjithë qytetarët që janë të rregullt, vlerës të rregullt të tregut mobil dhe gjithë këtyre prodhuesve sigurisht që i njohin shumë mirë punën dhe prodhimtarinë e tyre. Produktet të gjitha ishin të freskëta dhe në mesin e tyre kishte produkte të cilat mbase ndrojmë t'i kemi në tryezën tonë sepse ishin vërtet bio. Edhe njerë faleminderit juve për ftesën, faleminderit për mbështetjen që jep tregun mobil. Mendoj që sa më shumë do të më bëu thirrje qytetarëve, se ndoshta ka qytetarë që nuk e dinë që produktet më të freskëta i kanë nga duart e këtyre fermerëve. Natyrisht do të vazhdojmë ashtu siç e thash 3 herë në javë në 3 sheshe për qytetet dhe sa më shumë të bëjmë reklam, marketing këtyre prodhuesve vendor. Sigurisht, meritojnë mbështetjen e secilit. Ashtu që e the, produktet janë të freskëta, janë bimore, janë pej tokës tonë, pej durve tona. Ndërsa të kthehemi pak te rendimenti, me që jeni edhe në teren, edhe nuk shëndroni veç në zyrë, qoftë ju apo e gjithë ekipa, kishte si vjetë rendiment në gjitha ato kultura bujqësore të cilat i përkrani, por edhe mbillen nga fermerët e komunës së Prishtinës. Definitivisht, sa që dalim në teren, e shohem produktin e punës tonë, investimin tonë edhe shohem se sa mirë është me investu në bujqësi. Definitivisht, do ditë e ma shumë ka kërkesa për aplikacione apo aplikime për sera dhe mekanizëm, të më thonë sa ma shumë qytetarët po vetëdijsohen për të punu tokën e tyre, edhe kjo është mendoj që e mirë sepse kjo ndihmon ekonominë lokale dhe ekonominë familjare dhe ekonominë e Kosovës, sa ma shumë fermer, aq ma shumë produkte bimore, aq ma shumë produkte të shëndetshme. Vetë drejtoresha, është blerëse e prodhimeve që shiten në tregun mobil apo rekomando në markete që mund t'i kesh mbase afër? Une faktikisht jetoj me vjerë, edhe vjerra jam që shumë mëngjes gjithmonë i kryen pazarët të shtëpisë, edhe tash i kom tregu që marrë dhe në tregun mobil, ku që familjarisht blej produkte bimore, mundohemi me gjetë produkte të freskëta dhe me ndihmu po ashtu edhe fermerëve tanë, sepse duhet me qenë po menoj dyfish edhe me ngrënë shëndetshëm, po edhe me ndihmu prodhuesve vendor. Pra do të thotë vjera drejtoreshës mund këtë qenë këtë të pari diku. Garantuar, në mëngjes. Të furnizuar që në mëngjes. Gjithsesi. Këtë veprime bëra dhe unës që në mëngjes isha në orën 8 të mëngjesit, kur edhe shkarkoheshin gjitha prodhimet e këtyre prodhuesve femra dhe gratë cilat janë fermere dhe i vendosin në për vendet e tyre. Megjithatë ishte vërtet kënaqësi t'i shije ato produkte të cilat
shkëlqenin nga kualiteti. Grupullën e ki edhe kongulleshkën e ki krejpi tokës tonë. Gjithçka... Nuk ki nevoj më ble markete e martin për tu me për vendeve tjera. Do në besoj që keni po tash kemi me po edhe bashk, do në prej boronicave, mjaltave, salcave të ndryshme, cilat i konsumojnë për restorane tani kanë këto bio në tregun tonë. Sigurisht që do t'ishte e mirë të furnizoheshim këtu, ndërsa unë e kthej linjën në studio nëse kolegja ime Gjylshaj dhe Dardani kanë ndonjë pyetje për drejtoreshën, mund t'ja përcjellim, nëse jo, atëherë ju përshëndesim këtu. Afërdita, faleminderit shumë, ju përshëndesim shumë nga studio ty dhe drejtoreshën për gjithë këtë që na sollet në kuadër të programit mëngjesit. Faleminderit Dita. Por na vjen keq që nuk arritëm t'ju sjellim pamje me që kamera është statike.